Evet be. Kjo fshati Bilenica? Shumë larë po ka kona. A ka rufi fshat që po shijet atje, a fshati ju një lindës, apo fshati ju të lindës? Po, ta gjinë në këtu në fshatin Dept. Sa ke jetu në atë fshat atje në Bilenicë? Po, 20 vjeqar, kur kom qenë për klasës domon parë, për 7 vjeqare deri 11 vjeqare, kom mësu në fshatin Bilenicë. Pas taj në Pograj, në Gjelan, 20 vjetë kom jetuve. Tash po shifet fshati atje, tash pak pranvera, koha pranvera, gjelbërem, ku duket shumë bukur ato kodra, ato drina atje, ku kemi lujten, kër në konë si fëmi, kemi rujt gjanë, kafsht, kemi rujt top. Kur ki qenë për herë fundit në fshatin Bilenicë? Ja, tash për herë fundit të dimrit, tash, që të në janar. Muj janar, kemi dalë në gjahë me të shokë. Ju herë jetoni në Kosovë e në Zvicër? Po, në Gjelan. Kur shkoni në Zvicër e merë malli për vendlindje? Po, qëshja shumë. Bile, nëse ta shkoj në Zvicër, do t'ja tregoj edhe vllavit tonë do që janë nëllëtarë tonë që janë botën e jashtme, që janë t'i shofin këto kodra, ju bje pak ndalmen për vendlindjen. Pa tjetër. Pak e qmallën pak me këtë farë inqizimi. Që ta fshatje të lindjes, po do këtë këto shumë mirë. Tash ju falenderojmë edhe juve që gjatë kohë e artë me inqizue, e bënë këtë inqizim shumë të bukur. Ju falenderojmë edhe inshallah jemi shënashe mirë, me familje, me... Sa shtëpia i ka fshati Bilenica, mund është me ditë sa kështë? 70 shtëpi tash. 70 shtëpia? Fshati Bilenica është banuar ende me fshatar apo të gjithë janë shpërngul? Jo, fshatar ende, po tash rruga do të qaq, rruga tam po premtimi që me rrugën rrugën. Tash në dy të e bo një shtëpi edhe këta që janë të modën që kanë qenën veterane luftës që këtë fshatin të kukajtë. Apo kom dëgju për atë projekt? Të rregullu një projekt, një shtëpi me poshem me dalë kështu me vizitue. Shumë ide e mirë. Që rrugën me ndërtue. Shumë ide e mirë. Tash si bëhet që ai detën e do dalë ta gjizojmë edhe atë shtëpia. Po këtë me zonë. Inshallah. Këto janë këtë kodat Karadakut që po do. Po, këto janë Bilenica, këto janë të këtura Natoci, që gjindën Zahert, Slubica që, kodra e kukaj gare. Kjo pjesa në këton kodra Sukës më duket, a? Kjo e Sukës është. Aja që e pa, këto kërë shtëpija, po do kërë mirë, do kërë katra. Të gjallë me vizitu pak, si kanë jetu njerëzit, mi pa vendet të ende po gjinën. Shajat e njerëzve kanë punu, kanë lavru tokat, kanë punu pyet, i kanë përdorë për qitjen e drasave, që tu i kanë bajt me kerdë shkavlën. Rruga për Shkup. Kjo ka qenë rruga vjetër për Shkup që kanë shku. Që kjo rrugë ka qenë që ka lidhë
Në më thonë Shkupin, Presheven, këto fshatrat këtu Depcen, Qybabën, edhe Lashticën, Zhegrën, për Gjilan, me kalitani me Frezaj, me Prishtinë. Kishte qenë mirë më konë me ndënherë më rrugullu kjo rrugë për mi lidhë këta fshatra me Maqedoni shqiptarët, me Preshev, Maqedoni, Kosovë, e për Shqipëri. Inshallah do të realizohet ndënherë. A ka u këtu shive në shtërpi duke ndërtu e këna t'ja shpia, ki në një dhe? Ta shemi arte kulla e Bekim Isenit nga Gjelani, unë e kam shok gusht. Ai e falenderojmë shumë që do të bojnë këtu një kull për më arë me bo pushime verore dhe dimërore. Verës do dalmi tu, qesmi flijat, pjekmi kingja, edha, do të festojmë, kur të ndërtojmë pak, ka dhe disa, më ma kje dhe një moj ditë që të përfundojmë, edhe do të bojmë një peshim, do të bojmë të një fontan shumë bukur, në këtë natyrë kanalt, edhe kjo rruga këto është që e lidhë Gjelanin, Presheven, edhe me Maqedoni, këto është shumë bukur, e ka drejt e natyrës temë, do të bojmë të një kopsht me lule, do të bjellmi patate, tomate, do të bjellmi edhe shelqen, pjepna. Gjithë shka që është nevojshme? Gjithë shka që është nevojshme. Që sa ka fillu këtë projekt, a ki njëri? Që një muj ditë ka fillu, kanë arë ekspert e kanë caktu edhe uji. Këto e kanë bo projektin për uj, edhe do të frikë edhe ujin do të marmi ta qelmi një bono. Kjo është një zonë kufitare më duke, ka problema thu prej policisë serba, mund me dalë në këtë pjesë? Kjo është zonë kufitare, po kufini dikon është për rrugë. Këtu në gjithë vend ka drejt më ndërtu shtëpijat, si bas pytjev që kanë po pytje në komunë, nuk ka problem. E falenderojnë, pra edhe ty si kamerman edhe gjithë. Falenderit, dhe inshallah i realizohet që shoshnin e vllaznin. Po ka për të mirë gjithë neve. Rrugën do të ndërtojnë Bekimi, me hyrjen e kullës. Këtu do të ndërtojnë ma vonë pak edhe një peshin. Të ndërtojnë venin këtu për me nej, do të tonë ven të gurë, do të të vekmi gjithë. Ta bojmë të një tavolinë për këtë qoqërien. Këtu e regulojmë rrugën, edhe këto pemë që i kemi shotu edhe një 3 copë fedone, kemi dardha, kemi qershia, edhe kemi molla, lloj pemë. E kemi aty thanen, kur të pjeket sa bukur duket, edhe ky projekt ka më realizu shumë shpejt. Këto rruga do të marrohet, kemi me rregullu rrugën mirë, që aty kemi me bo parkingin e kerrëve, për milion veturat. Do të bëhen shumë kull e bukur, edhe do të falenderojmë Bekimin që i ka shku kjo mendje. Me bon këtë investim këtu në këtë pjesë. Që është bukur për shoshnie, për vllaznie. Këtu që kemi materialin, kemi rërin, armaturën, do t'ju përgatit punët. Mendojmë bëna 2 mujve ka më kry këtë projekt. Inshallah realizohet sa më shpejt. Faleminderit. Do ta gëzojmë me këtë shoshnin e Patjetër. Kashamit, e miqësien. Do ta gëzojmë, do dalmi këtu harmonizuar me zëtë këto nuk na është ne. Bojmë biseda të lira, ekmi mërzia. Çfarë është? Faleminderit. Këtu do të milan të kam arru këto shkollë, momentalisht do të frishin, do të tjetë kjo dera, do më hondën që është porta për me himë mrena në kullë. E dhe sa të ndërtojmë,
Tash do të përfishtë të t'jenë të se materialin e kanë të një shkombit, rruga të mbetohet këto, vend takimi një vetura. Tu materialin e pas ka veç hazër? Materiali do të morë është krejt. Projekte është të krymë.